Hoxha Fatmir ishte një njeri me zemër të butë dhe fjalë të ëmbël, mik për të gjithë të mirët, por luan i vërtet përballë armiqve të Zotit dhe të adheut. Në heshtjen e një nate të errët, kur bota flinte në paqe të rreme, ai ngriti mëngët dhe u kthye drejt qiellit me lot në sy e zjarr në zemër. Në vendlindjen e tij, tymi i luftës nuk pushonte. Armiku diqte e dhunonte gjithçka, pa dallim moshe a gjinie. Shkatronte me urrejtje dhe pa mëshirë. Çdo plagë e kombit, çdo britm e një nëne, çdo gjak i pafajshëm që derdhej i therte zemrën. Lutjet e tij nuk ishin fjalë, ishin klithma të shpirtit, britma që ngjiteshin drejt qiellit si shigjeta drite, për të prekur madhërinë e të gjithë fuqishmit. Atë natë, në moshë të njomë, por me shpirt të madh, ai mori vendimin më të rëndësishëm të jetës, t'i bashkohej ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me 30 shok, ndërta 20 hoxhallar, u nisën për të siguruar armatim. Të lodhur, pa bukë, pa ujë, pa gjumë, por me besim të patundur, ecnin me smalesh. Pa pritur, një prit armike, një bombë u hodh mbi grupin. Hoxha Fatmir, me emrin e Zotit në buzë, i u hodh sipër, duke pranuar fatin e tij si një luftëtar i devotshëm. Plaga që mori ishte e rëndë. Dora ju gjymtua, gjëndrat e pështymës ju dëmtuan, por falënderimi për Zotin nuk ju ndal nga goja. Falënderim për shokët që i shpëtuan. Pas shumë mundimesh e sakrificash, e qua në Turqi, por brenga më e madhe që mbante s'ishte plaga e trupit, por frika se s'do të mund të predikonte më fjalën e Zotit. Pasi që humbi shuplakën e dorës, mjekët me zë të ullët dhe fytyrë të rënduar i thanë: gjëndrat nuk kanë shërim. As një spital në botë s'ka mundur ta kurojnë këtë. Lotët i rridhnin, jo për dhimbjen, por nga dhembja shpirtërore se po i pamundësoi misioni i tij hynor, që fjalët e Zotit i shpërndante tek njerëzit e vendit të tij. Por shpresa nuk u shua. Ai besonte me gjithë qenjen. Ai që më krijoi, vetëm ai mund të më shëroj. Vendosi të shkonte në Çabe, vendin ku zemrat për ulen dhe shpirtrat çlirohen. O i gjallë dhe i shëruar, ose kur më natë dhe, tha dhe nisi rrugëtimin e tij të shejtë. Në orët e vona të natës përballë Çaves. Qielli ishte i qetë, yjet çndronin pezull si dëshmitar të heshtur të një drame shpirtërore që po luhej në heshtje. Rrugët përreth ishin të zbrazëta, por brenda në oborrin e Çabes një shpirt i lodhur, i dërmuar nga lufta, dhimbja dhe shpresa, gjunjëzohej në tokën e shenjtë. Hoxha Fatmir u ndal disa metra larg shtëpisë së Zotit. Frymëmarrja e tij ishte e rënduar, por zemra rrihte fort. Ai ngriti duart drejt qiellit. Duart që dikur i kishte për luftë, por atë natë i kishte për lutje të zjarrta. Zëri i tij ishte i ulët, por çdo fjalë rëndonte si rrufe në horizontin e shpirtit. Zoti im, shëruesi im, e di që më dëgjon e më sheh. Unë jam ai rob që të deshi më shumë se jetën, ai që luftoi për emrin tënd dhe për të drejtën që ti i a dhe popullit të vet. Ja ku jam, i gjymtuar, i lodhur, por ende besnik. Lotët i binin faqeve dhe binin mbi pllakën e gurit si rrebesh i heshtur.
Nëse më ke sjell këtu për të më shëruar, ja ku jam. E nëse dëshiron të më marrësh, le të jetë ky vendi ku të takoj. Por të lutem, o i gjithë mëshirshëm, mos ma ndal fjalën që të thërret emrin tënd, mos ma ndal gjuhën që të lartëson, mos ma mbyll derën që gjithmonë më është dukur e hapur. Ai çante me dënes që dridhnin ajrin për rreth, dhe për një çast dukej sikur vetë Çabeja merrte frym me të. Asnjë prijes fetar nuk do të kishte mundur të lutej më me përullësi. Asnjë i dashuruar s'do të kishte folur me më shumë mall me të dashurin e tij. Të lutem ty, o Zoti im, mos më lër pa ty. Nëse fjala është armë, më kthe fuqinë të flas. Nëse uji i Zemzemit është mrekulli, le të jetë ajo mrekulli për mua sonte. Le të jetë kjo nata kur ti shfaq fuqinë tënde mbi një rob të vogël, që të ka dashur më shumë se vetëm dhe më shumë se çdo gjë. Ai mbeti ashtu për minuta të tërë, pa lëvizur, pa folur më, vetëm me sy drejt qiellit, sikur po priste një përgjigje, një shenjë, një frym që të vinte nga lartësitë hyjnore. Pastaj, i raskapitur dhe me zemër të lënguar, shkoi drejt ujit të shenjtë Zemzem. Mbushi një gotë, e ngriti lart, shikoi qiellin dhe tha: "Për shëndetin tim, o Zot." E piu glënkën e parë, e piu të dytën, e piu të tretën, dhe një eqar i adridhi krahërorin. Ishte një eqar që shprishte ret, që depërtonte në qiej, një eqar falenderimi e çlirimi. Në atë çast, Zoti bëri mrekullin. Atë që mjekët e botës s'mundën, e bëri Zoti me një pikë Zemzem. Gjëndrat u qetësuan, lëndimi u zhduk, zemra u kthillua. Që atëherë, Hoxha Fatmir nuk e harron asnjëherë atë natë, as lotët e lutjes, as glënkat e Zemzemit. Dhe sa herë kujton, syt i lotojnë, jo nga dhimbja, por nga dashuria e pafundme për Zotin, që ju përgjigj lutjes së tij me një mrekulli.